si ta presim muajin e Ramazanit. Jemi pra në fillim të muajit të madhrishëm të Ramazanit, muaj ky që dallon nga muajt e tjerë në ato të cilat Allahu i madhruar na i ka obliguar me agjerimin, me ibadetin shtesë, me namazin e taravive dhe me gjitha ato mirësi të cilat i ka ky muaj i madhrishëm i Ramazanit në veçanti për adhurimin ton të shtuar. Prandaj ne si besimtar musliman duhet mundohemi që këtë muaj të madhrishëm të Ramazanit ta presim në mënyrën më të mirë të mundshme, duke u angazhuar gjithmonë me një program krejtësisht ndryshe dhe të shfrytzuar në këto ditë të dalluara të Ramazanit, sepse Allahu i madhruar na dha një dhunti të madhe, një pasuri të madhe, muajin e madhrishëm të Ramazanit, agjerimin e këtij muaji, aktivitetin ton edhe fetar dhe kombëtar që ne të jemi të rizgjuar dhe të rifreskuar në imanin ton, në besimin ton, në ato vepra të cilat Allahu i madhruar na i ka obliguar, por edhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka praktikuar në jetën e tij. Prandaj ne si asnjëherë më parë në këtë muaj të madhrishëm të Ramazanit mundohemi që ta ngrithim veten edhe më lart tek Allahu i madhruar me vepra të mira, me namaz, me agjerim, me sadaka, me zekat dhe të afrohemi sa më shumë tek Allahu i madhruar dhe ky është qëllimi i këtij muaji të Ramazanit. Muaji i Ramazanit është mëshirë, muaji i Ramazanit është falje, është largim nga zjarri i xhehenemit, ashtu siç ka thënë edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që fillimi i tij është mëshirë, mesi i tij është falje dhe përfundimi i muajit Ramazanit është largim nga zjarri i xhehenemit. Andaj të mundohemi që gjatë këtij muaji të Ramazanit të jemi më shumë të përqendruar në faljen tonë, në afrimin me njerëzit tonë, të largohemi nga fjalët e këqija, nga thashethëmet, nga përgojimi, nga urrejtja jonë, të afrohemi në pajtimin tonë tek ata njerëz që ndoshta na kanë munguar, të shfrytëzojmë iftaret dhe syfyret tona, xhamiat tona, që të arrijmë vlerën e këtij muaji të Ramazanit, të arrijmë qëllimin e këtij muaji të Ramazanit, sepse Allahu i madhruar e dëshiron për neve mëshirën dhe gjithashtu edhe faljen, dhe nuk ka më mirë që gjatë këtij muaji të faljes të jemi edhe na falës për ata të cilët kemi gabuar ose ata të cilët kanë gabuar ndaj nesh, që të jem falës ndaj gabimeve tona. Shpërblimi tek Allahu i madhruar është shumë më i madh se sa në muaj tjerë. Dhe këto janë pasuritë dhe dhuntit më të mëdha që Allahu i madhruar i ka garantuar për besimtarin musliman në muajin e Ramazanit. Dhe dhash Zoti që ne të jemi të tillë, ata të cilët kanë mundësi të kthehen në muajin e Ramazanit edhe një herë, ta shohin madhështinë e këtij muaji, por gjithashtu edhe afërsinë tonë tek Allahu i madhruar. Agjerimi i Ramazanit pra është një muaj i tërë që besimtarët e praktikojnë në tërësi dhe ashtu që na ka obliguar Allahu i madhruar neve me agjerim, edhe si kishte obliguar edhe njerëzit popujt e mëhershëm, ku Allahu i madhruar thot në Kur'anin famlar: o ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim muaji i Ramazanit. Dhe kjo karakteristike e këtij muaji është që ne të afrohemi tek ai më shumë, por gjithashtu të kemi edhe mirësi të tjera gjatë këtij muaji të Ramazanit, sepse agjerimi nuk është thjesht vetëm një abstenim i yni nga ushqimi dhe pijet dhe marrëdhëniet intime, por është edhe një regenerim i organizmit ton, një freski shëndetësore të cilën ja afron Ramazani besimtarit musliman, dhe kjo është edhe një karakteristikë që Ramazanin e dallon
dhe ne besimtarët musliman pra i afrohemi Allahut të madhruar edhe më shumë dhe duke qenë gjithmonë në këtë muaj të madhrishëm të Ramazanit mundohemi t'i kryejmë edhe obligime tjera, siç është zeqati i pasurisë, sadakaja e të tjera, që ta ndijmë këtë madhështi të këtij muaji në të gjitha poret e jetës tonë, por edhe tek gjithë njerëzit. Prandaj urtësitë e mëdha të këtij muaji të Ramazanit janë që ne të jemi më të bashkuar në ibadet, të jemi më të afruar me njëri tjetrin, të jemi sa më këmbgulës në adhurimin ton që ja dedikojmë Allahut të madhruar, sepse ai në këtë muaj të madhruar të Ramazanit zbriti Kur'anin famlart, filloi dhe rifilloi edhe njëherë fenë e Allahut të madhruar për t'i dhënë kuptim edhe njëherë besimit ton në Allahun të madhruar, por gjithashtu edhe konfirmimin e fjalës së tij në këtë muaj të Ramazanit. Taxhërimi këtyre ditëve të mëdha dhe këtyre ditëve të dalluara për neve do të ketë rëndësi të madhe, jo vetëm në këtë botë, por edhe në jetën e ardhme ku Allahu i madhruar ka lënë një derë të veçantë për agjëruesit Babur Rayyan, që secili prej neve e pretendon shpërblimin e Allahut përmes kësaj dere të xhenetit. E lutim Allahun e madhruar që edhe ne të jemi prej atyne banorëve të kësaj dere të xhenetit